Demokratët e Amerikës, leftistët politik, krijuesit dhe suportuesit e Woke Agenda 2030, janë duke përshpejtuar procedurat për të penguar presidentin Trump, duke i kërkuar Kongresit vendimarrjen për pushimin e luftës me Iranin. Ose e thënë ndryshe, po kërkojnë nga Kongresi Amerikan që të lënë të qetë regjimin në Iran, me të gjitha pasojat që mbart kjo për Amerikën dhe amerikanët. Sot, do u tregojmë se si dy fytyrësia në thelb është pa fytyrësi, dhe se sa të lehtë kanë këta njerëz të thonë dhe të çthon, të pohojnë dhe të mohojnë, për interesa krejt personal, në kurriz të amerikanëve, duke menduar se njerëzit harrojnë të shkuarën e tyre politike dhe aktivitetin e tyre ushtarak në mbar botën, për shumë dekada. Ja se çfarë deklaronin për Iranin dhe luftën që duhet të bënin atje dhe ja se si asnjë president, përfshi Obamën dhe Biden, nuk i morën asnjëherë lejë dhe asnjë konfirmim Kongresit për të filluar luftëra, operacione ushtarake, për të bërë bombardime dhe ndërhyrje afatgjata kudo në botë. Ja çfarë deklaronte Hillary Clinton për Iranin dhe se sa e bindur dhe e vendosur ishte për të goditur Iranin. Është po kjo Hillary që sot është kundër luftës që po bën Trumpi në Iran. And I want the Iranians to know that if I'm the president, we will attack Iran. We would be able to totally obliterate them. Dëgjoni se si Nancy Pelosi aprovon atë se nuk është e nevojshme që presidenti Obama të marrë konfirmim nga Kongresi për të ndërhyrë në Libi, por për presidentin Trump, kjo dhe të tjerë kërkojnë që ai të marrë konfirmimin e Kongresit për luftën në Iran, ndërkohë që presidentët e mëparshëm nuk e kanë marrë aprovimin e Kongresit. Madam Leader, you're saying that the president did not need authorization initially and still does not need any authorization from Congress on Libya? Yes. Presidenti Obama flet për Iranin dhe programin e pasurimit të uraniumit dhe na thot se Irani duhet të ndalet me çdo formë. Dhe sot, po ky person është kundër luftës në Iran. So the bottom line is this: whereas Iran was steadily expanding its nuclear program, we have now cut off every single path that Iran could have used to build a bomb. Kjo është fytyra e së-majtës amerikane dhe e së-majtës përgjithsisht, e cila mes fjalëve dhe veprave të saj nuk na jep asnjë mundësi që të kemi dyshim për këtë. Në shumë pak minuta po ju rendis kronologjikisht luftërat që kanë bërë presidentët e majt amerikan që nga viti 1993 me Bill Clinton, më pas me Barack Obama dhe në fund me Joe Biden. Gjatë presidencës së Bill Clinton 1993, 2001, Shtetet e Bashkuara kryen disa ndërhyrje ushtarake dhe fushata bombardimesh. Konfliktet dhe operacionet më të rëndësishme në periudhën e Bill Clinton përfshin sulmin me raketa në Irak, viti 1993. Në qershor 1993, Shtetet e Bashkuara lëshuan raketa lundruese Tomahawk në selinë e inteligjencës irakiane në Bagdad. Arsyeja ishte për hakmarrje, lidhur me një komplot të supozuar irakian, për të vrarë ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara Bush gjatë një vizite në Kuvajt. Shënjestra ishte regjimi i Saddam Husseinit. Ndërhyrja ushtarake në Somali, viti 1993. Ishte një konflikt i vazhdimit të përfshirjes së Shteteve të Bashkuara në luftën civile somaleze, dhe forcat amerikane u vendosën në një mision të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ngjarja më e famshme e kësaj ndërhyrje ushtarake ishte Betejë e Mogadishut, që la pas viktimave amerikane, jo të pakta në numër, gjë që bëri presidentin Clinton të tërhiqte trupat amerikane nga Somalia. Ndërhyrja ushtarake në Haiti, e vitit 1994, që u quajt operacioni mbështesë për demokracinë. Shtetet e Bashkuara udhëhoqën operacionin me qëllim rivendosjen e presidentit të zgjedhur në mënyrë demokratike Jean-Bertrand Aristide, pas një grushti ushtarak shteti. Rreth 20.000 trupa amerikane ishin të përgatitur për ta pushtuar, por qeveria ushtarake e Haitit dha dorëheqjen para se të ndodhte një pushtim i plot. Aristide u kthye në pushtet dhe paqëruajtësit amerikan dhe ata të Organizatës së Kombeve të Bashkuara qëndruan për një periudhë kohë në Haiti, deri në stabilizimin e situatës. Ndërhyrja në luftën e Bosnjës, e vitit 1995. Konflikti ishte pjesë e luftës më të madhe të Jugosllavisë. Pas masakrës të Srebrenicës, NATO nisi sulme ajrore kundër forcave serbe të Bosnjës dhe fushata u quajt operacioni Forca e Qëllimit. Ky operacion shtyu palët drejt negociatave për paqe dhe solli si rezultat marrëveshjen e Daytonit, e cila shënoi edhe fundin e luftës. Operacioni Goditja në Shkretëtir, zhvilluar në Irak, e vitit 1996. Shtetet e Bashkuara nisën operacionin Goditja në Shkretëtir dhe shkaku ishte zhvendosja e forcave irakiane në zonat kurde në Irakun Verior. Shtetet e Bashkuara qëlluan me 44 raketa lundrimi dhe zgjeruan zonën e ndalim fluturimit mbi Irakun Jugor.
Lufta e Kosovës e viteve 1998, 1999. Kundërshtari kryesor ishin forcat jugoslave, serbe të Slobodan Miloševićit. NATO, e udhëhequr kryesisht nga Shtetet e Bashkuara, nisi sulme ajrore kundër Jugosllavisë në vitin 1999. Qëllimi ishte të ndalojë spastrimi etnik i shqiptarëve në Kosovë dhe operacioni u quajt Operacioni Forca Aleate. Ky operacion zgjati 78 ditë dhe solli si rezultat tërheqjen e forcat serbe nga Kosova dhe hyrjen e paqëruajtësve të NATO-s. Bombardimi i Irakut i vitit 1998. Objektiv kishte regjimin e Saddam Hussein. Në dhjetor 1998, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar nisën operacionin Dhelpra e Shkretirës, që zgjati 4 ditë. Qëllimi i bombardimeve ishte ndëshkimi i Irakut për bllokimin e inspektorëve të armëve, të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në kërkim të armëve të shkatërimit në masë. Sulme ushtarake me raketa në Afganistan dhe Sudan, viti 1998. Në gusht të vitit 1998, pas bombardimeve të ambasadave të Shteteve të Bashkuara, Clinton urdhëroi operacionin Infinite Reach. Raketat lundruese vunë në shënjestër kampet e stërvitjes së Al-Qaedës në Afganistan, fabrikën farmaceutike Al-Shifa në Sudan, si e dyshuar për lidhje me armë kimike. Sulme gjithashtu vunë në shënjestër rrjetin e udhëhequr nga Osama bin Laden. Gjatë presidencës së Obamës, 2009-2017, Shtetet e Bashkuara u përfshin në disa luftëra, ndërhyrje dhe fushata ushtarake. Disa ishin vazhdimsi të luftërave të mëparshme, ndërsa të tjerat ishin operacione të reja të filluara gjatë administratës së tij. Lufta në Afganistan filloi në vitin 2009 dhe vazhdoi gjatë 8 viteve të presidencës së tij, 2016. Kjo luftë kishte filluar në Mbushi i Ri, pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001. Obama e zgjeroi luftën në vitin 2009 duke dërguar rreth 30.000. Armiku kryesor ishin talebanët. Më vonë gjatë presidencës së tij, Obama filloi të zvogloj trupat amerikane, por luftën e vazhdoi deri në fund të presidencës së tij. Ndërhyrja ushtarake në Libi e vitit 2011. Konflikti ishte lufta e parë civile libiane. Në vitin 2011, Shtetet e Bashkuara dhe NATO ndërhyn kundër qeverisë së Muammar Gaddafit. Shtetet e Bashkuara filluan operacionin Odisia Dawn, ndërsa NATO-ja përcaktoi një zonë ndalim fluturimi dhe kreu sulme ajrore. Kjo ndërhyrje ushtarale solli si rezultat rrëzimin e qeverisë së Gaddafit, i cili më vonë u vra. Lufta në Irak kundër ISIS e viteve 2014 deri në vitin 2017. Lufta bëhej kundër Shtetit Islamik. Pas ngritjes së Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, Obama nisi sulmet ajrore në vitin 2014. Shtetet e Bashkuara mbështetën forcat irakiane dhe luftëtarët kurd. Forcat speciale dhe trupat e koalicionit ndihmuan në betejë, siç ishte ajo për rimarrjen e Mosulit. Lufta ajrore e Sirisë e viteve 2014-2017. Konflikti ishte pjesë e luftës civile siriane. Shtetet e Bashkuara nisën sulme ajrore në Siri në vitin 2014 kundër ISIS-it, duke mbështetur forcat demokratike siriane. Fushata shënjestroi fortesat e ISIS-it, si Raqqa, dhe zgjati 3 vite. Luftërat me dron në Pakistan, Yemen, Somali. Obama e zgjeroi në mënyrë dramatike luftën me dron kundër grupeve terroriste. Fushat kryesore ku ai operoi ishin: Pakistani, ku luftohej kundër Al-Qaedës dhe talibanëve; Jemeni, ku luftohej kundër Al-Qaedës në Gadishullin Arabik; dhe Somalia, ku luftohej kundër Al-Shabaab. Këto sulme kishin në shënjestër udhëheqësit militant, por ishin të diskutueshme për shkak të viktimave civile të shumta në numër. Gjatë presidencës së Joe Biden, 2020-2024, Shtetet e Bashkuara kanë qenë të përfshira në disa luftëra, operacione ushtarake dhe konflikte. Disa ishin trashëguar nga presidenti Obama, ndërsa të tjera filluan gjatë administratës së Biden. Konfliktet kryesore ushtarake që përfshin Shtetet e Bashkuara gjatë presidencës së Biden janë: lufta në Ukrainë, mbështetja e Amerikës për Ukrainën. Konflikti filloi pas pushtimit rus të Ukrainës. Në shkurt të vitit 2022, Rusia nën presidentin Vladimir Putin pushtoi Ukrainën. Biden nuk dërgoi trupa luftarake amerikane për të luftuar Rusinë, por u bë mbështetësi më i madh ushtarak i Ukrainës në armatime dhe fonde monetare. Shtetet e Bashkuara ofruan armë të përparuara, HIMARS, mbrojtje ajrore, tanke, mbështetje nga inteligjenca, trajnim ushtarake dhe të tjera.
Shtetet e Bashkuara nuk janë zyrtarisht në luftë me Rusinë, por luajtë një rol të madh në mbështetjen e përpjekjeve të Ukrainës në këtë luftë. Pa mbështetjen e Amerikës, kjo luftë do të kishte përfunduar me territore të humbura nga pala ukrainase. Viti 2021, Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga Afganistani. Biden I dha fund luftës 20 vjeçare në Afganistan, e cila filloi pas sulmeve të 11 shtatorit. Forcat amerikane u tërhoqën në gusht të vitit 2021 dhe kështu Talibanët morën shpejt kontrollin e Afganistanit. Tërheqja përfshinte një evakuim masiv të trupave nga aeroporti I Kabulit. Por Shtetet e Bashkuara nuk morën armët dhe pajisjet ushtarake. Mjetet e luftës në vlera $10 miliardë. Ky veprim I presidentit Biden ishte I paprecedent në historinë e Amerikës. Konflikti në detin e Kuq, sulme ndaj forcave Houthi, filluan në vitin 2023 dhe vazhduan deri në fund të presidencës së tij. Konflikti filloi nga sulmet ndaj anijeve nga Houthi. Pas luftës Izrael-Hamas, forcat Houthi në Yemen filluan të sulmonin anije tregtare në detin e Kuq. Shtetet e Bashkuara krijuan një koalicion detar të quajtur Operacioni Mbrojtësi I Prosperitetit, ku forcat amerikane dhe aleate nisën sulme ajrore në vendet e raketave Houthi në Yemen. Sulme ushtarake ndaj milicive të mbështetura nga Irani në Irak dhe Siri. Shtetet e Bashkuara kryen sulme të shumta ajrore në Irak dhe Siri, shënjestra e të cilave ishin milicit e mbështetura nga trupat e Gardës Revolucionare Islamike Iraniane. Këto sulme ishin përgjigje ndaj sulmeve kundër trupave amerikane të stacionuara në rajon. Të tre këta president sot I bëjnë thirrje presidentit Trump të tërhiqet nga lufta në Iran. Tani, gjikush mund të gjykojë faktet dhe veprimet, fjalët dhe qëndrimet me dy standarde të së majtës amerikane. Mast Channel. Please subscribe.